Shumë stres, po na krijon të i prit, na po gëzohëm për këtë. Tani në këtë muj, njëra prej mbijetuarve të dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë i ka marrë të 2 pensionet. Kena qef nëse bëhet. Shumë stres, po na krijon të i prit, po prisëm. Na jemi kënaqur shumë, jena një gëzuar se kur kena apliku nuk na ka aprovu kë pension. Tash jam në gjyq, i kom qu dokumentat, dhe tash kur të na kthehet na po gëzohëm për këtë. Tani në këtë muj, njëra prej mbijetuarve të dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë i ka marrë të 2 pensionet, pensionin e moshës, si dhe pensionin e viktimës dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë. Kjo është jetësu fal një angazhimi të vazhdueshëm të organizatës, përfaqësimit të tyre në për të gjitha instancat gjyqësore, në për të gjitha mekanizmat e institucioneve administrative dhe tani fatmirësisht ky rast që ka arritur të rezultojë pozitivisht dhe e mbijetuara nga ky muaj ka filluar t'i merr 2 pensione. Nga 2021 i kemi dorëzuar dikon 12 paditje deri më tani për raste të dhunës seksuale dhe vitin e kaluar gjykata themelore në Prishtinë pa të shkurtuar 3 raste dhe të trijave ja njeh domethënë të drejtën në pension të dyfisht, pensionin e viktimës dhunës seksuale dhe pensionin e moshës respektivisht pensionin kontributdhënës. Menjëherë pas marrjes së këtyre vendimeve, ku neve që e kemi njoftuar edhe opinionin edhe palët dhe gjithë ato aplikantë që kanë qenë në pritje, Departamenti i Pensioneve përmes avokaturës shtetërore kishte bërë ankesë ndaj atyre gjykimeve, pra nuk i ka pranuar si të tilla mi zbatu dhe ankesa ka shkuar për të trajtuar në gjykatën e apelit. Dhe nga viti i kaluar deri më tani, raste domethënë 3 raste që u kanë njoftë kjo drejt nga gjykata themelore janë në gjykatën e apelit, ku fatmirësisht për njërin rast muajin e kaluar ka marrë vendim.